Fituese edicionit të 25 të çmimit Pjetër Gaci, si ndiheni për këtë sukses? Ndihem shumë mirë, me thënë të vërtetën, edhe shumë e vlerësuar nga juria. Për mua është shumë nder që ka mundësinë të luaj edhe të tregoj artin tim, edhe sigurisht që kënaqem shumë kur ma vlerësojnë. Kështu që unë jam shumë e lumtur edhe ndihem e vlerësuar. Nga jeni dhe sa vjeçë? Unë jetoj në Tiranë, jam 18 vjeç. Studioni për? Violinë. Çfarë do të thotë violina për ju? Po për mua violina ka qenë gjithmonë një mënyrë e të treguarit se sa e bukur mund të jetë arti, sa e bukur mund të jetë bota, jeta, natyra, edhe duke rënë violinës ti sjell njerëz bashkë edhe i bën njerëzit që në qoftë për ato 5 minuta ose 8 minuta të përjetojnë një gëzim, një emocion të bukur, edhe ndoshta atje mazditja e tyre të shkojë më mirë. Dhe mendoj që është një mënyrë kaq e bukur për të treguar njerëzve që po ne mund të jena bashkë, mund të keni unitet. Ku e shikoni të ardhmen? Unë dua që ardha ime të jetë në fokus Shqipërinë, duke qenë se mendoj që kemi shumë nevojë për muzikanta shqiptarë, ne kemi muzikanta shumë të mirë nëpër botë, ama të kemi edhe muzikantë në Shqipëri që të fillojmë diçka nga Shqipëria. Jemi ne që kemi një orkestër të mirë, muzikanta të mirë.